Duke shpresuar se po shoqëroheni me emisionin Fundjavë, tani është koha për një tjetër bisedë këtu në studio, ku të ftuar e kam Lorik Shaqirin, apo siç e njohim në publik Blasta, cilin nuk e kemi pa tash 2 vite në media, në intervista, kështu që është kënaqësi ta kemi sot. Mirëse erdhe Blasta. Gjej, kënaqësia jam ja. Si po ecin këto ditë për ty, e ceka që tash 2 vite nuk e qenë pjesë e intervistave, nëse nuk gaboj. Po. Si më kom pjesë e intervistave, se kur menoj që se janë do periuda ku shkon në intervista pak më shpesh, edhe shumë stërfolin që ato senet njëjta, e nuk më pëlqen me shku në intervista ku non stop dush më përserit, do me thonë të njëjtat senet, i njëjti shablon, pëlqen kur ka diçka pak më kreative, pak më ndryshe, s'm pëlqen më përserit non stop, edhe kur s'ka material për diçka me fol, s'm duket arsyeshme me shku. Po për këto 2 vite, po besoj që ka grumbullum mjaftueshëm në Blasta material për gjithë ata që e ndjekim, po besoj që ke marrë edhe mesazhe të shumta për këtë kohë dhe prej atyre që të përcjellen. Po kum pas mesazhe ndryshme për muzike, për shkak që janë njerëz të interesuar me ditë për mua. Jam më shkput pak për showbizin, se tash jam të mirë me IT, jam që një 4 muaj në Suedi, e kam edhe shkollën për IT, network edhe engineering, edhe më ka ra më shkput pak për pjesës muzikës, për s'do me thonë që e kum lënë. Do me thonë automatikisht që e kum lënë muzikën, pak onë ashpo, për me lënë komplet jo. Edhe kam demo, kam kongë që veç do të më bo klipi i tyne dhe më lansu, kështu që kur pe di që i kam që ashtu hazër, për rima ratë. Edhe pse për qef, unë e mo nuk jam në ato garat për më shty me, kështu që kom e bo për qef ma shumë muzikën, që thash, sikur që kom njësë fillim. Edhe kër e kom shiju mas shumëti, kër e kom bo me qef. Edhe veç për qef, kur s'kom pos aspirata kështu shumë të mëdhaja. Dhe thotë, kër e ke bo muzikën tamam për qef edhe qyrë si shumë i ri, ka qenë diçka që e ke shiju më shumë. Kështu që tash po dëm prap me lon ashtu. Qashtu se nuk ki, kur hen qashtu në muzikë, ti nuk bën kalkulimet natyrës sanëve që i mësën gjatë rrugës për muzikën. I mësën të strategji dhe teknika që shpo shkon, update-ohesh non-stop me rrjedhat e muzikës e showbizit, e kur bo është pa kalkulime është ma pura edhe është ma e mirë gjithë është produkti ma e mirë. Pra pas ke mujt me vrejt se sa është të lodhshme kjo pjesa e këtyre kalkulimeve që po thonë është krejt planifikimeve, sa të merë energji edhe kohë edhe ajo pjesë? Të merë energji edhe kohë shumë se të edhe të najt me për shkak me artistë që janë më të në skenë, të nësë të punosh me mësu për tyne. Ka dhe njerë që s'dojnë asë me mësu për tyne, e bojnë veç vetën. Po një jam konë gjithë kur jazë me mësu për këtëne që janë konë shumë më të sënë në skenë. Edhe që kjeta një të bërë me kalkulu se ndeshën me një me tua me tyne, edhe munosh më të mirë në 2 javë me nëzirë. Do me thonë ti bën eksperiencë të full me ta. Eksperiencë edhe me ngu, se e zbatan tani në muzikë. Te ceke që ke qenë i hapur për me mësu diçka prej atyre që janë për më shumë vite në skenë, po ata e kanë pas të njëjtën qasje, kanë qenë të hapur që me ju ndihmu artistëve të rinj, dhe si mendon që qëndrojnë sot artista që kanë karrierë të bëjshme, sa janë për krahas ndoshta për artistët e rinj, sa i shprehin ato mendimet, këshillat e tyre edhe me artistët e rinj që po besoj që kemi mjaftueshëm të mirë dhe suksesshëm sot. Po, se di, kjo është shumë individuale, dikush ka përvoja të hidhuna me artista më të vjetër që, si thojmë të nasë, ja kanë gjitë dorën shumë në ashta, ose si kanë përkra. Une për vetë e kum pos fati me Gencin, në fillim i kum pos 17, më duket 17-18 vjetë herën e parë kum ka thirë Genci për Elvuka në të nën, aja ka pas nis një label, atëhera konë era e labelav, që e rekrutojshin artista të ri, edhe unë kum pos fat me punu me Genci, se Genci ja konë veç 2 dekada gati në skenë kër më ka marrë mu, edhe kom mësu për Gencit shumë. Qëfar do, nashta ka posat artista tjerë që muzikën e tyne se ja kom përkra shumë, për kër më ka ra me najt me ta dhe më kanë këshilu për diçka, kom dosh me ditë pikpamit e tyne, kanë vështrimin e tyne, kom desh me po ma gjanë pikturën e madhe, që thojnë Amerikanët. Non-stop jam me mësu për tyne, edhe kom mësu shumë sene për tyne. Se janë do detajt vogla, për shembull që njerëz nuk i dinë në studio, kështu artistat i dinë. Unë i thëmë jau prej therrat kongëve, do me thonë me mprej kongën ma mirë, me prej komponimin, tekstin, qka me e, qka zbën. Në qëto sene përfiton shumë, kur e kini
mentor. E se që ke qenë vetëm 17 vjeçar kur je bashku me Etnon, të kanë hapë dyert edhe Genci, ka qenë vështirë me u kyç në atë kohë në këto rrjedha, theme, në një punë jo dhe shtetë? Në atë kohë për mu kyç o desh më konë artist me kualitet o desh më konë artist i furt. Do me thonë, s'ke mujt atë hëk me mri në qatë kohë. Ndryshe pitash, atëhere s'ke mujt me mri veç katë. O desh me posë muzikë të mirë dhe talent, do me thonë, kur je thirë ti për një labelit, ose je kontaktu për një artistit vjetër, të famshëm, shumë me karierë të bojshme, ti automatikisht e ke di që jetu bo diçka të mirë. Do me thonë, ndohësh për kësoj pjesës që veç qesin edhe inshallah dhezën e det, je një vlerësum shumë. E tash nuk kam kjo koha labelave këtyne, edhe pse jam pak jashtë rrjedhave, nuk e di që janë të shku, ma shumë reperat e janë të gronat vetën, që është ma e mira që ashtu. Po, nuk e di, dyjat i kanë avantajët dhe disavantajët e veta. Po, e përmend... Këtë vorët për... Ka dhe fat në këtë punë, do me thonë, s'mjafton veç talenti e veç... Ka shumë elemente. Po, mbështetja në përgjithësi e rrethit shoqërisë edhe e kësaj industrisë muzikore, sa është rëndësishme sidomos në hapat e parë, theme? Po, që ashtu që thash, që këfar mentorllëk ka shumë e rëndësi, se ta shkurton rrugën. Do me thonë, sanet që ti dush me kalu vjetë me mësu, është një shortcut për të suksesi, se janë njerës që e kanë kalu që atë rrugë dhe i din ka me ima shkurt me një farforme. Edhe mëso është për ty në non-stop, po është me rëndësi mbështetja. Po është me rëndësi edhe me di çfarë mbështetje i të po, se gjdo, edhe nëse jeti artist që s'ki shumë me thonë vlera, se nuk vlerësohet shumë puna jote, varet për kualiteti punës tone, ti kinë gjithmonë keme pos njerë që të mbështesin edhe që njerë që këshyri me të ullë. Po ti vetë dush me bo një farë skenimi edhe mi po sa e kanë për një meq ta, a jam unë për një meq që në du thonë, apo ma bojnë rafsh. Edhe kjo është një farë, vije ullë, po ka gjë e ndonë. Po kur e shetë që shumica janë të përkra dhe i të morë, mas çdo kongë i të morë support ndryshëm për njerëzve dhe mesazhet shumë ta, ti veç është një indikacion që jetu bo punë të mirë dhe ki rrugën e mirë për pora. Po, e përmendë këtë pjesën e mbështetjes, komenteve të mira prej publikut edhe prej kujdo që të ka mbështet, po sa je vetë kritik e cekjat vine e hollë që nështë është letë ndonjëherë me te i kalu? Po, për shembull, unë e kum pas, më ka mjaftu mbështetje e familjes dush me pas. S'kum pas, nuk jam konë tip që kum pas nevoj shumë për mbështetje të rrethit, të shokëve, me ma bo shere, me ma... Adin, s'kum... Mu veç më ka mjaftu që ke familje, se shumë kum besu në që ata që e kum bone. S'mu ka duk që më ka vim mbështetje kështu emocionale, ose në social media, ose ku do koft. Për shembull dhe artistat, kur kanë shpërnda sanet mija, e di që ju ka pëlqy. S'jam kona i tipi që ju kum thonë, please, do me thonë më bo kështu... Nuk jem servilu për me dalin pa, one puna jeme. S'jam bo... Nuk ka konë karakter të amin që... Edhe pse ka njerës që në qëtë formë edhe më rinë ashta, po unë s'kum dashtë me më rriqë ashtu. Unë kum po shef veç puna jem, sot dalin pas. Se kur bëhet puna mirë, ka me dalin pas. Ska, do me thonë, kretë bëhet asherë me ta bo, kër i ki kongën e dëpt. Do të ke bo punën me shumë dashuri. Kum besu, e kum bo me dashni edhe kum besu shumë që ata që e kum bo dhe ka rezultu e mirë në fund. Përgjithsi, është e lodhshme kjo puna në studia pa marrë parasysh krejt ati vullnetit apo ambicjeve për me kriju diçka të mira. Është e lodhshme kur e ka pas blasta ndërsta atë kohën kur është inspiru më shumë dhe ka qenë më i gatshëm për me qëndru në studio ndërsta për orë të tëra, pa gjomë. Po, s'ka tjetër mënyrë, s'ka tjetër rrugë. Ja dush me najtë dhe në savan studio, ja s'ki ndryshë, nuk mund është me... Po që ka hinë tani, edhe kjo pak hinë taj pjesa më herës që thashe kalkulime, se gjitha sen që e bën, sa ma shumë që shkon të urrit, qaq ma shumë i rimenën shka i të bon, shka i të shkru, shka do me qitë. E që kjo aja pjesa lësme, do me thonë, psikisht, të shkatërën, po me një farë formë ti edhe dënë që ato. Bon është një farë mazëhisti me qatë farë presionim, psikik që ti vetit ja shkaktën. Ka njerë kokongë që nashta shumë i kum stërmenu, i kum rikëshyr tekstin e vid melodike krejt, ando kongë që nuk jam stërmenu që shtu kanë hejtë shumë më mirë se do me thonë është gjithmonë ka mjegull në këto punë. Kur së më nëshme ditë sakt që shka me
shko më prit një sen. Po mund është mja paraprim bazë të eksperiencës ku më rrinë dhe që aty. Po je detajist në përgjithësi edhe për punë të tjera, që e cek edhe këtë pjesën e tekstit? Jam këgja detajist. I analizon gjërat kështu mirë? Po, që ashtu është, bile shpesh jo marrë lakmi këtyne që si janë që ashtu, po tani thëmë së pëdia mi u morë bashkë lakmi, ajo, s'muj me I can't help it, edhe unë jam që ashtu, jam detajist shumë. Edhe në muzikë do shmu konë bre detajist, s'mu në shmu konë artist edhe më s'mu përkushtu në detaj. Ka pas rast kur ndoshta vetë ke pas deri në përfundim një projekt, po ke fillu kështu me stër analizu, edhe asnjëherë nuk është publikuar ai projekt. Po, Ketë stila? Shumë kam, edhe jam e sigur që krejt artistat kanë ma shumë kongë që si kanë të lansume, që i kanë qështu në demo, ose që ju thëmë në skica, po se cilë e ko teknikën e vetë. Unë gjithmonë e kom bo skicën edhe kom shku të ishtu sene. Të e plëcu e ma shumë kongën, të prej të hek sene, të zavencu. E qështu ka dhe që kongë që i kam qef shumë, që në atë kohë nëse këshin dali ishin ngonë shumë të mira, besoj. Ishin pritë shumë mirë në publik, po kur mesin do kongë qështu në arkevë, kur plakën, tash ti mas 3 ajo hala kongë e mirë, po ti mas 3 vjetën është spërkojnë mo me trendin që është aktual. Edhe qështu mesin kongë tani në arkevë. Veç që spërkojnë mo, se s'kan dalë në qatë kohë kur jam bo për më dalë, për më lancu. Ju kalon koha për të pastaj, qashtu, ju kalon koha se ajo edhe nësa kongë e mirë, ti thuj jo se që tash të shku qëja. Edhe e len, ose pret, se muzika o me cikle, e pret cikli tjetër këtë vjemë, si për shembull reggae o konë një kohë, o largu, reggaetoni o konë një rikëthuj apet, është një farë cikli që shto që gjitha 6-7 vjetë shkojnë të rikëthuj këto vinë techno, house, zhdukën apet, këthejnë reggae, këthejnë klasikët, janë, më nëshë edhe për shembull, unë e ku menu që thësha, që to që spërkojnë mo, kom i prit ciklet kër t'i vinë dvetat edhe mu i me qitë. Ju vjen koha dikur, nëse se këthejet, a? Gjithë ju vjen koha, se njerëz në stop më duke që i bon bajat me trende, për që ata rrinë të ndryshu. Po duhet edhe në ndërsta me vazhdu me atë frymën edhe ndryshimeve edhe në muzikë, po për qefin e ti, qëfar zhanri dhe gjëmë blasta, kështu në për ditë shmëri? Po në këto preferencat, si në dëgjus nuk jam konë e izolum kërëne. Unë kom pos periuda për shumë fillore edhe ka në fillim të gjimnazit, për shumë unë jam konë kështu metal fan i plast, dhe me thonë gitarës të në ditën, edhe kom pos variacionet shive, dhe me thonë prej rokët unë kalu tani në reggae, se reggae bëhet me gitare, bëhet me instrumente, pa ka shumë ngjashme një farë tranzicioni për i rokët është, veç që interpretohet ndryshe këndimi edhe tekstet. Tani në qëtë formë këmë kalu edhe në rap, për mes reggae në rap. është si tranzicion që edhe në pasuni. është pasuni se rock është shumë muzikë me vlera. Sot dëgjon kështu për qefi ende rock? Po, për shembull në gym ngaj metal mas shumëti. Është diçka që motivon ajo muzika. Qashtu, pikërisht këtyne që i kom ngu ma herët, do me thonë tash i kom në bazë të venëv ku jam, i kom selektume, për shembull metal nuk më bjem nërmen kur jem kompjuter me ngu. Po në gym si qëkaj automatikisht më bjem nërmen. Se i kom provu shumë gjondra dhe se cëlla e kom gjitë vetëm për një aspekt. Metali ka gja motivu, sa edhe ja ka nisi muzikë që ashtu, mi motivu masat. Edhe menoj që në gym, unë non-stop ngaj metal, më pëlqen shumë. Po jo mas i dalë për gjimit, po më për qatë periudu sa ngaj në gym, dhe me thonë e shijaj njëjtë si këmë kohën kur këmë ngu për ditë. Po në atë kohën e shkollës fillore që e ceke kur ke dëgju më shumë rock, metal, ke mendu ndonjëherë që ke me u marrë në mënyrë profesionale me muzikën, apo ka qenë thjesht diçka që të ka pëlqyer, ke bon Më ka pëlqyer edhe kena i kum pas një 2-3 grupe me shokun kështu, po që kena bo muzikë në garazha kështu, rock tamam klasik. Pa kena bo ma shumë për qef, nëse e na konë dëgjus edhe kena desh me ushtru që ata që kena ngu, kena dosh edhe na me kriju diçka për qasoj që i pengujna. Po jo, kështu, s'kena pas në e farë qefi me morë pjesë dikona diçka, veç e kena bo që po kena qef. E kështë pasët vetën ndë njëherë në një rock group, se jo? Ja. Në ndë një rikëtem, jo? Ja. S'kështë mund një paramendu tash? Jo, po në edhe me, kur e kom njësë me reggaeton, nëse dancehall, që shok i zhondër e më pak ma specifik, jo veç e rap, unë edhe me ato kur e kom njësë, unë e kom njësë qështu për qef me bo, unë e kom njëzu një kongë studia, e kom kalzu shokëve në shkollë. Edhe tani që aty e kom po që bju pëlqen shumë, hajt për qes në YouTube dhe qështu më ka... Ata kanë qenë publiku i para? Po, si jam konë ai tipi që pej fëmijë jam konë i kallt, asi do me thonë foto me mikrofon, video, si jam konë kështu non-stop.
Nuk jem konë ai tipi që pej fëminisë ku më thonë ku më bo muzikant, ku më bo artist, ku të rritna, ku më bo reper, ose... Ka qenë diçka që gradualisht... Spontan o konë, krejt gjithë shka. Edhe më pëlqen që o konë spontan. Se është ma, e shijan ma shumë. Se edhe vetin e surprizëm pak, edhe e shijan gjatë sen. Dhe thot, gjithë gjë që ka arë, nështë në jetën e plastës, ka qenë më shumë pjesë e spontanitetit të dëshirës e ti për punën. Po që ashtu së me sport jam mirë shumë. Unë ondrat krejt i kum pos bazuar në futboll dhe në sport. Je marrë edhe po, me jam sport? marrë shumë me futboll. Prej 5 vjeç kur jam konë në Zvicër, dhe me thonë non-stop jam mirë me futboll. Edhe në Kosovë kur jam këthuj për Zvicrës, edhe kum pos prova në Francë një kohë 2011-12 ndodhët. Non-stop e kum pos, po e që kjo kohë 2011-12 me futboll dhe me muzikë që to ka ndodhë ajo që kum qitë për qef kongë, po në gjithë ditë kum ushtru. Kum pos tira... Ambicja. Po, e tani ma vën, ka ndodhë devijimi që këta kum lonë dhe kum hika muzika. Po, sot ke kështu ndonjë dëshirë për futbolin, qoftë e shikon ndonjë ndeshje, ose diçka, vazhdon ajo dëshira e njëjtë, a? Gjithmonë, hala dhe luj futboll me shok, kom shok plot që kum ushtru më herët që luj në hala. Gjithmonë dashnia për futbollin është shumë e madhe, dhe si shikues, do me thonë, non-stop e këshyri shumë futbollin e për cjeli, edhe ushtraj, e luj si sport. Po në atë kohë prapë muzika për pak diçka e pas ka mujt futbollin. Po e ka mujt futbollin, po besoj që shtu ndikon edhe mosha pak. Se në qatë mosh nuk je qa që pjek që me morë si vendime, se këto janë dy rrugë shumë të gota, po të s'ki tret, dosh me zgjedh njënën, edhe menoj që qëka pak e keqe që je shumë i ri për me morë qa si vendime. E të vynë edhe opinionit dhe nuk i pavorën, kështu menderisht, do me thonë për me vendos për diçka, qashtë modhe, nuk e ki pjekurin e dure, do të përshamë këmë full me prend, kam e amajtë, se ku po menon që e kam pak ma shumë prirje, qa ne e kom e shku, do me thonë veç me vyke pak me më shty, së në dyja ti do isha njejt. E që kjo është problemin ashtaj moshë, se shakon tash kësha morë shumë alet qasi vendime, po që ato e keqe e këtyno që qëto sfidat vinë nga nërë në qatë moshë, qa që i ri kur i, që nuk e din që shkom në fund, a kimi ropi shmën, a kom e dollë ma mirë që kjo, qëto si problemi, qëto të në gjerlakët. A kishe ndryshu diçka nëse ishe këthy në atë ko? Apo je i knaqër me qëfar do përzgjedhje që ke bo prej asaj moshe? Po, jo me knaqë, sa do që futbolin e kam kështu pak pengë se kum besu shumë që më rri diçka madhe me futbol. Po jo, nuk jam, s'jam pishman, se dhe me muzikë më ka hejtë super, kështu që... Po i shojmë gjatë tërkohës këngë të ndryshme të teksa po flasim këto në video wall, edhe bashkëpunimet kanë qenë pjesë e karierës tënde gjithmonë. Mendon që janë një qels i mirë, ndoshta edhe për artistët e rinj sot, dhe sa janë të hapur edhe artistët me më shumë përvojë, themi, t'ja u hapin dyert edhe artistëve të rinj për bashkëpunime sot? S'pe di bre, që kjo është pak e komplikume. është pak e komplikume, se ti sa do artisti mirë më konë. Zakonisht në stradë ka ego shumë, në përgjithësi. Do me thonë, ti që lyp me bo bashkëpunim, ti automatikisht je pa ti the upper hand, që thonë, edhe ta zhvaret për ati që shko me, a ko me dasht aja, s'ko me dasht aja, që ka ko me të orientu. Edhe ti janis tani, ose të pak të në une, që shë kum po, so kum arrit me ledzu. Në atë kohë njerës në stradë, ku më thonë ma mirë, po izolonën që të kështjellën temë, edhe po qesë, kujna ti bi në sy, unë jam shumë i hapur për me bashkëpunu. Po ka pos, varet shumë për dinamika, për situata, se na po folim shumë vjetë, se po folim për një periudhë shkurt. Ka pos, për shembull, që Genci që më ka propozu, për shembull, bashkëpunime, pa konë bashkëpunime Adelina Berishën, e kena bo kongën bashkë, edhe unë se kom refuzu, ku mujtë me thonë, jo s'po du, be ma dikan shumë ma beg po du, apo kuptën. Po nuk e kum bo që ato, do me thonë, nuk e kum paradgjiku si bashkëpunim, edhe ajo konë shumë bashkëpunim i suksesshëm. Po ka që ka gjë i paradgjikojnë qëtu. Zakonisht se cili artist ka qef me dikon që e konsideron pak ma nalë saj me bo muzikë. Atë unë nuk ka konë që kjo dhe case. Ke qeni hapur me bashkëpunime me gjithë? Po nuk ka edhe që kum lypë shumë bashkëpunime. Po shtanë është ta i bi pak pishman që edhe ishtë ma shumë mu konë ma kërkuse, ma komunikative në qëtë aspekt, po nuk e di. Nuk e di pëse nuk... Nëse nuk e kum një drejt që ato me bo, nuk e kum bo. Dhe me thonë e kum gu vetin shumë. Që thonë me gut feeling,
me menu me bark. Në atë kohë pas ka pas diçka që të ka tërhek prej këtyre? Po, ka pos, ashtu. Po kur e shet qatë egon që ashtu, ti automatikisht e din që pak dush mu bo palaqo për një bashkëpunim, unë s'kum desh në boqët. Mu ka duk përshnim edhe se kum bo. Se tjertë më kam bo me po që ashtu. Mënyra që ata e kanë po, mu më kam bo që ashtu për shembull, me po edhe unë që atë varë punë, edhe kum thonë, po, unë e moj edhe vetë bre, edhe i kum gro vetë. Kum pos bashkëpunime, plot, po folin në këtë pjesën që a ku mujtë ma shumë me bo. Ku mujtë ma shumë me bo, vitë që do me është vorë qasë që këtë ishti me zgjithë si artist. Për mu qasë, do me thonë. Po prej këtyre bashkëpunimeve që i ke pas, mendon që ndoshta edhe bashkëpunimi me Fifin ka ndiku edhe ajo, edhe pse pas ka qenë një prej bashkëpunimeve kogja suksesshme. Po, pse i përmenon këtu se mu kujtu klipi që e po më këtu në ekran, ke shumë ropa. Ke bas këti klipi o konkonga me Adelinën, për që ta. Jo, me Fifin, normal, me Fifin Nina Mëti, na kon label bashkë në Max e Fifi, super artista, super kreative dhe më kam shtetë gjithë Fifi, edhe në Fifin e kom shtetë, na kon shumë, edhe jem, po e na kon, se jam konë në muzika aktiv, si kur Fifi që shumë halja o, e kena pështetin një tjetërin shumë. Si një ideja, si në gjithë shka që ako të bëj për muzikë, si emocionalisht, në gjithë shka. Edhe, po, konga konë shumë e mirë. Mu si ma ka që demon Fifi, unë halja o pa e nguvic, o konë po, që kena me bo kongën, po, kur ma ka që demon o konë shumë mirë, dhe ka shku shumë shpejt. Se ka bashkëpunime që ka gja zhagitën, që ato tani, edhe që të bojnë pak demel në qëtë aspektin e bashkëpunime, se njerës pritojnë. Sot do që e dojnë muzikën e bojnë pritojnë. E që ke pritej sa shkën të e zhagitë, si ti bën një kongë 3 mujtë u mirë me ta mos... Tash këto kohët e fundit që nështë... Ajo ka shku shumë shpejt. Nuk e marë edhe shumë me muzikë. Ke mbajt kontakte me njerëzit qoftë me studio, me artistët tjerë, ke mbajt kontakte këto kohët e fundit? Me producenta ma shumë, edhe me artistat që më garo ma shumë me punu me ta. Me Fifin për shembull, me Gentin, Fatalin që i na kon label, me këtat labelit ma shumë. Me dhuratën ku më shkru, po jo diçka për muzikë veç ku je qyshje. Se kena pas shumë në kohët Maxit, kena nejtë shumë bashkë, kena dollë bashkë shumë, kena pas shumë memories, koncerte, shumë kujtimet mira bashkë, her pas herën ju shkrujt që të veç me po qysh janë bre. Po ajo pjesa e koncerteve mbrëmjeve, të mungon tash kohëve të fundit, ndërsa ajo energjia e njerëzve me qenë pra njerëzve që dojnë? Po edhe jo, në fillim, do me thonë në qatë periudhën kër e fillon që kjo shputja mu botë mungon ma shumë. Po kër kalon një kohë, janë nisë ma pak të të mungu në ashta, edhe pse gjithmonë në qef koncerti e performansa gjithmonë është ondra artistit, para turma, po që thash jo, që jam bo do kohë që jam shkput, që shto që nuk më qitë regullisht, e merë një farë, je ma pak të merë molli, ma pak të shkën menje, që aty se so kër e ki në rutinë, se e ki sunem edhe non-stop i mor mend aty. O më ndryshe. Të regove që tash je fokusu më shumë në IT, tash e një kohë po jeton në Suedi, erdhe diçka si spontane kjo, si shumica e gjërave kështu një që i ka ndodhë blastës, apo... Po edhe kjo ka orë spontane, në fakt, unë këtu me IT kom kry për qef se i du kompjuterin shumë, e kom dosh gjithë, kom desht me studiu ma shumë, edhe po, jo më interesu, kom desht se i kam edhe familjarët me të atje, kom desht me po shka muj me bo atje me IT, ka infrastrukturë ma të modhe, janë ka mundësi ma shumë, më nëshme me depërtu ma letë, edhe qështu, edhe me ndime në aty në atje, familjarët mi, ka ndodhë që kjo që tash jem fokusu 100% me thonë atje. Po kongë s'kan me mungu, ka me gjithë ku edhe për me lansu kongët. Nëse treja jo, që ato që si kom qitë se për njerëz jenë apet treja, se si kanë një kore. Ndërshëta aty të kanë bo disa që i këtë zhru, po për ne kanë me qenë prap treja. Gjithmonë. U ambientove shpejt pastaj atje në Suedi? Po. Dhe shumë ko? Po, se unë e kam një periudhë në Angli që kom jetu një 5 vjetë, edhe e kom kohën kur kom jetu në Zvicër. Se kam zërë mu mishnu me perendimën e. Ambientu në letë shumë, e gjoj vetin letë. Se kam në e farë problemi, adaptimin me një ambient të ri ku shkoj me jetu, që është tjetër kulturë, tjetër, normal, një ndi jo, po. Po, to në Evropë. Botën e civilizume, se kam problem, mu adaptu. Edhe atje e kom pas letë. Po mundesh me pasi nëse mundet blasta me vazhdu
jetën në Suedi, apo ka shku nështë për një kohë të caktuar për punë tash? Nuk e di, këta nuk e kom menu shumë, po këtë varet që shumë hecë atje si, do me thonë, puna me IT që shumë shkën, po besoj që po. Ma shumë, ma mërmenja që atje kom e vazhdu edhe me jetu. Shkoku i punës e i... I ceke edhe këngët pak më herët se ndërpreva diçka, po besoj që shikuesit me zipresin me ditë të paktën pak a shumë se kur munden me pas një të tilla, apo vllaz është një person që nuk premton shumë kështu me kohë e me data. Nuk premtoj se ka shumë faktorë që ndikojnë. Problemi më i madh, besoj i krejt artistave që kjo puna e datës ose e kohës kur mund me dalë një sen. Se gjithë del diçka që zvarët për teje. Po, pastaj ato post gjëra tjera. Që aj që pezona kete kryun për një muj, aj që ta mënton klipin, ndodhë diçka që një muj të dush me pritash. Apo kupton, për që ta o probleme edhe në data, se ka shumë është punë grëp, nuk varë gjithë shka për teje. Varë edhe për punës tjerëve, kështu që veç për që të arsye nuk jap data se diçka. Zakonisht kura 95% punë e kryme, që atëherë kom qef me lejmëru që ka me dalë një kongës e diçka. Do me thonë, kur janë shansa shumë të vogla mu prish që ajo. Sa rrezik, se zvarët këtë për teje. Këto kohë, a do të kemi në Kosovë, apo do t'jesh prap në lëvizje kështu? Në Kosovë, jo, të kom u konë apet në lëvizje, po në Kosovë kom u konë këta 2 mujtë e arshëm, edhe tani prej verës e tutje kom u konë apet atje. Prej ka fundi maj qështu, jam në Kosovë. Tamam, po më ishe me shiu këtë pranverën e bukur tash në Kosovë. Ska me pranverë të Kosovës, ska heq. Vlasta, ishte shumë kënaqësi që të kishim pjesë emisionit fundjavë. Faleminderit shumë për kohën, të urojmë edhe shumë suksese në të ardhmen. Faleminderit shumë, gjithashtu kënaqësi më kon këtu.